Trendet janë kudo, edhe shpesh I ndjekim pa u kuptu. Fillojnë fsheftas në qoshet e kulturës, pastaj shpërthejnë. Një ditë nish, e ditën tjetër krejt feedi yt është I mbushur me to. E pse I ndjekim? Psikologjia njerëzore. Dojmë u lidh që të përkasim për me qenë en. Scandi minimalism, mob wife aesthetic e clean girl vibe nuk janë thjesht rroba apo ngjyra. Janë shenja që tregojnë që përkas te grupi. Edhe gjithmonë vinë e shkojnë. Trend rritet, trend zhduket, hap vend për tjetrin. E sot algoritmet, mikroinfluencerët e memes janë krijuesit e ri të trendit. Një video, një hashtag edhe trendi shpërthan globalisht. Cottagecore, Crocs, strawberry summer, makeup, gjitha nesën online, pa fushata luksoze. Brendet e duan këtë cikël. Fast fashion bazohet në fear of missing out, edhe ndryshimet e shpejta. Edhe historia e modës tregon shumë. Para internetit, top brendet diktuan trendet. Chanel, Dior, Gucci përcaktonin stilin e vitit tjetër. E sot, një mundet me kriju trendin e radhës, edhe TikToku është fabrika ma e madhe. Çdo subkultur nga skateboarding tek K-pop mundet me shpërthy globalisht brenda ditës. Meme, sound, hashtag janë shtytësit e kësaj. Çdo gjë ka psikologjinë e vet. Ne ndjekim shenjat e tjerëve për me qenë pjesë e grupit ose thjesht për mos me uni mrapa. Po kjo është e bukura. Ti zgjedh, nuk duhet me njek çdo trend. Çka zgjedh për veten tënde, duhet me bu pa presion, pa fear of missing out. E ai është gjithmonë trendi më I mirë. Originaliteti nuk shkon kurrë jashtë mode. E për më shumë video si kjo, follow Urban FM në krejt platformat edhe mos harroni me na bu subscribe në YouTube.